Atëherë, cila është marrëveshja e re? Po shtym pastaj edhe trafiku me ambasadë, se ka punojnë sa ambasada që marrin trafik droge. Janë disa. Doli para disa ditësh. Janë disa. Edhe dosja me nuk është një. Janë disa. Atëherë, si do të dalë Edi Rama dhe si do të hysë Spaku në këtë histori? Si hyn? Kjo më intereson. Si hyn Spaku? Kjo është pyetja thelbësore. Struktura e posaçme është edhe e kompleksuar në këtë histori, se thash ka prokuror. Unë sot di që ka prokuror Spaku që flasin me Pandehron Balluku. Me? Pandehron Balluku. Që ne presim që ata të flasin në parlament për të. Jo ndryshe. Atëherë. Pra mendojnë që ka frenim nga Spaku për të prekur dosjen shqiptare, se kështu po e quajmë, këtë e Amerikatën. Se për shembull, shiko, Vincent, po kthejmë vetëm një moment ke Vincenti. Vincenti, pyetja është si del Edi Rama nga kjo histori. Me mafian, shiko, Rama mund të dalë në çdo formë, për sa kohë drejtësia nuk e bën. Jo pra jo, po si duhet që të dalë Rama, do të hyj Spaku. Vetëm drejtësia mund ta shpëtojë, vetëm burgu mund ta shpëtojë Raman nga zgjidhja e marrëveshjes me mafian. Sa ata nuk e njohin. Pra ti mendon ai po nënshkruan po kërkojnë një marrëveshje të re, një formë të re. Në këto miliarda euro që janë kontraktuar grupet kriminale, ku ka edhe përgjime në të cilat ata bisedojnë ka njerëz të bordit, po bisedojnë me vërtet që kjo është duke na shitur tani si do veprojmë, si do sillemi, si do vendosim. Po. Kryeministri di shumë mirë se në shallë është dhe unë si qytetar dhe gazetar pres Spaku ku është. Struktura e posaçme ku është. Kjo edhe duhet sekuestruar, dosjet të tjera i kanë. Ato 278 me fraksion duhet të fillojnë tek emrat zyrtar. Nuk presun që të hetohet njeriu i Këshillit të Ministrave, deputeti, ministri, biznesmeni në fund dhe shpërndarësi i pari. Kjo nuk shkon. Shiko, këtu ka një histori e cila përfshin arkitekt, urbanist. Unë di më emër se kush janë. Le të presim edhe Spakun sa ditë. Shiko, të gjithë, po ka një emër të përbashkët që është Edi Rama dhe Vincent, edhe në shkrimin tënd le të